Mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale janë identifikuar nga ana e Policisë së Shtetit në një veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike që targetonte hotele, restorante dhe subjekte të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri, duke u bërë review negative në faqet e tyre online. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogari dyshohet se kanë publikuar në mas komente dhe vlerësime negative me qëllim krijimin e një perceptimi të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet të jenë krijuar ishtazi dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, duke vepruar në të njëjtën kohë, por ka edhe llogari me profile të sakta, të cilat janë identifikuar. Sipas kryepolicisë Skënder Hita, ky sulm, nëse provohet, është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek edhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si destinacion turistik. Vazhduar me identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi evidentuar edhe 150 persona ose subjekte kryesor që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë heqimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin e tyre. Teksa ftoi të gjithë bizneset e prekur të paraqesin kallëzim pranë strukturave të hetimit të krimit kibernetik dhe të ruajnë çdo provë elektronike që mund t'i shërbejë hetimit, Hita sqaroi edhe pretendimin për mos lejimin e futjes në territorin shqiptar të deputetëve maqedonas. Sipas tij, vetëm një person që shoqëronte deputetët u pengua të hynte në territorin shqiptar për arsye të ligjshme, duke konfirmuar se policia kufitare e qafthanës ka vepruar konform të gjitha rregullave.